12.85% të procedimeve dhe rritjet gati 14% të panderëve të dërguar për gjykim krahasuar me vitin më parë. Efektiviteti i ndjekjes penale për sa i përket dhunës familje është i lartë, evidentohet se kemi një rritje prej 12.8% të procedimeve të dërguara për gjykim krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që raporti i çështjeve të dërguara në gjyq është shumë i lartë krahasuar me ato të pushuara, por rreth pothuajse 80% të çështjeve dërgohen në gjyqit. Lidhur me ashpërsimin e politikës penale për veprën penale të dhunës familje, sipas nenit 130A të Kodit Penal, të dhënat statistikore evidentojnë se kërkesat e prokurorit lidhur me masat e sigurimit janë të ashpra, gati 89% e tyre janë kërkesa për masa sigurimi me arrest, që përbën një rritje në krahasim me vitin 2023, ku kërkesat për arrest ishin në masën 87.35%. Sa i përket arsyeve të rritjes numrit procedimeve, është e vështirë të përcaktohet nëse kjo ka ardhur nga një tendencë e rritjes fenomeneve të dhunës në përgjithësi, apo nga një rritje e ndërgjegjësimit të viktimave, si dhe e besimit të tyre te sistemi i drejtësisë për të denoncuar rastet. Një tendencë shqetësuese e rritjeje është konstatuar te krimet me dashje kundër jetës. Koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banor për këto grup vepra në vitin 2024 është 14.7, ndërkohë që në vitin 2023 ka qenë 10.5. Numri më i lartë i procedimeve të regjistruara për krime kundër jetës, të kryera me dashje është në Tiranë, ku është regjistruar përkatësisht rreth 30% e totalit, Korça 12%, Durrësi 10%, Fieri dhe Lezhë 8%, Elbasani 6% dhe Vlora 5%. Ndërkohë që vlerën më të ulët e ka të procedimeve të regjistruara për këto vepra e ka Dipra me rreth 1%. Ka një rritje të ndjeshme të vrasjeve me dashje, pesha specifike që zë kjo vepër penale në grupin e veprave penale krime kundër jetës kryera me dashje është 12.46%, ndërkohë që një vit më parë ka qenë 4.83%. Në vitin 2024 janë regjistruar 44 procedime penale për këtë vepër, që përbën një rritje prej 3.14 herë krahasuar me 14 procedime të regjistruar në vitin 2023. Tendencë të fortë rritje ka pasur edhe vepra penale e vrasjes me paramendim, pasi janë regjistruar 31 procedime penale që krahasuar me 15 që janë regjistruar në 2023 përbën një rritje prej gati 2 herë. Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, Prokuroria e Përgjithshme ka vijuar punën për rritjen e eficiencës në bashkëpunim me autoritetet gjyqësore të huaja në fushën penale. Theksojmë këtu intensifikimin e kontakteve me autoritetet belge dhe holandeze për goditjen e kriminalitetit, me theksin tek pastrimi i produkteve të veprës penale dhe krimet e rënda. Në këtë kuadër, në muajin nëntor të vitit 2024, Prokuroria e Përgjithshme nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Prokurorinë e Përgjithshme të Mbretërisë së Belgjikës në këto fusha. Të dhënat kryesore të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar të administruar në sistemin elektronik IMPRO tregon një rritje të numrit të ekstradimeve nga Shqipëria për jashtë vendit me 38%, pra kemi kaluar nga 99 në 137. Rritja e numrit të porosive nga jashtë me 39%, nga 431 numri ka shkuar në 599. Rritja e numrit të letë porosive për jashtë me 10%, numri ka shkuar 539 nga 491 që ka qenë. Rritja e njojeve të vendimeve penale të ardhur nga jashtë me 6%. Vlen theksohet se me gjithë vështirësitë që kemi hasur për shkak të vakancave, të theksuar në organik, përqindja e ekzekutimit të letë porosive nga ana jonë është dukshëm më i lartë se sa i autoriteteve të huaja. Raporti është 36.5% me 23.2%. Çka tregon për prioritetin që ka pasur për prokurorinë bashkëpunimi ndërkombëtar. Gjithashtu vlerësojmë theksojmë rëndësinë që kanë pasur ndryshimet legislative të viteve të fundit, përfshirë dhe marrëveshjet dypalëshe të ekstradimit. Aktualisht Shqipëria ka marrëveshje dypalëshe ekstradimi në të cilat parashikohet ekstradimi i shtetasve respektiv me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Spanjën dhe Kosovën. Vlen të përmendim se në zbatim të marrëveshjes dypalëshe aktualisht kemi 20 praktika aktive të transferimit të dënuarve nga Mbretëria e Bashkuar në Shqipëri. Në cilësinë e përfaqësuesit të autoritetit kompetent, Prokurori i Përgjithshëm ka vijuar zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Eurojust nëpërmjet veprimtarisë së prokurorit ndërlidhës të Shqipërisë aty, referuar të dhënave zyrtare